Ish fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri këtë edicion, Gjesti është jetë aktiv në rrjetet e tij sociale. Ditën e dieshme, ai ka publikuar një foto në llogarinë e tij në Instagram, duke paralajmëruar fuqishëm fansat e tij. Mos më pritni kthejë më mirë, shpreh Gjesti duke në të kuptohet për një paralajmërim të drejtë për drejtë, por ndjekësit kanë filluar menjëherë të spekulojnë për kë janë drejtuar këtë fjalë dhe kujt po i drejton ai mesazhet e qarta. Me sa duket, dikush e pas ka mërzitur Gjestin, por ai nuk ka vendosur që të përmendi emra, por thjesht një paralajmërim. Na do t'i rikujtojmë se që pas daljes në shtëpia më e famshme në Shqipëri si fitues, Gjesti është mjaft i angazhuar me projektet e tij të reja muzikore dhe koncertet e shumta, ku është i prenotuar në çdo anë të botës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.